3.500 shtetas të huaj kanë aplikuar duke filluar prej janarit të këtij viti dhe deri tashmë në fundin e majit për një leje qëndrimi në qytetin e Vlorës, Fierit, Beratit dhe Sarandës, të cilat i mbulon edhe rajoni jugor. Ata kanë aplikuar në zyrën e kufirit dhe migracionit në Vlorë për arsye të punësimit, të pensionimit bashkëshortore, por gjithashtu edhe për shfrytëzimin e pasurive të paluajtshme. Për shkak se në zyrën e kufirit dhe migracionit në Vlorë aplikojnë edhe ata persona me nënshtetësi të huaj, të cilët duan të jetojnë dhe punojnë në qytete si Fieri, Berati, Saranda, krahas Vlorës, numri është edhe kaq i lartë, por sërish qyteti i cili ka numrin më të lartë të regjistrimeve, mbetet sigurisht Vlora me afro 60% të kësaj shifre, e ndjekur nga Saranda dhe më pas Fieri. 1800 prej numrit total të shtetasve të huaj kanë përfituar lejen e qëndrimit për shkak se kanë ardhur në vendin tonë me kontrata të rregullta pune për arsye punësimi apo vetë punësimi, por në kategoritë e tjera që prej muajit janar kanë përfituar leje qëndrimi janë dhe të gjithë ata pensionistë të huaj, të cilët transferojnë pensionin në Vlorë apo kërkojnë që vitet e pensionit t'i kalojnë në qytetin tonë. Nuk mungojnë as dhënia e lejeve të qëndrimit për arsyen e bashkimeve familjare, ku një prej personave në çift është i huaj dhe zgjedhin Vlorën për jetesën e tyre, por gjithashtu në kategoritë e dhënies së lejeve të qëndrimit edhe të gjithë ata të cilët blejnë një pronë, janë shtetas të huaj dhe duan ta shfrytëzojnë atë. Por krahas numrit të lartë të lejeve të qëndrimit që është dhënë në Vlorë, sipas zyrës së punës, mbi 4.000 kërkesa janë që prej nisjes së këtij viti nga shtetasit e huaj për një vend pune. Mes këtyre, bizotrojnë dhe aplikime që nuk kanë ardhur në vendin tonë, por aplikojnë nga vendlindja e tyre për një vend pune. Kjo për shkak se kushtet për përfitimin e lejes së qëndrimit janë bërë tashmë më rigoroze. Një person mund të përfitojë një leje qëndrimi nëse më parë ka një kontratë të rregullt pune, një përfitim ekonomik si pagë dhe mbi të gjitha një vend strehim. Zakonisht këto kushte i sigurojnë bizneset në Vlorë, duke ja bërë punojësve të huaj edhe më të thjeshtë. Gjithashtu, sipas informacioneve, është minimizuar ndjeshëm dhënia e lejeve të qëndrimit në ato vende që cilësohen me risk të lartë, për shkak se vendi jon mund të përdoret dhe është përdorur më parë si tranzit nga punojësit e huaj të disa vendeve, të cilat tashmë janë futur në listën e riskut dhe jepen shumë pak leje qëndrimi për to. Në krahasim me një vit më parë, tendenca është në rritje përgjatë kësaj periudhe me afro 20% krahasuar me vitin 2024. Në aplikime për leje qëndrimi dhe për punë, bizotrojnë vendet nga Azia juglindore, por edhe shtetet e Afrikës, të cilët janë të punësuar kryesisht në turizëm, ndërsa për lejet e qëndrimit për transferim vendbanimi, pensioni, bashkime familjare, shfrytëzim pronësie, bizotrojnë kryesisht shtetasit nga Europa perëndimore me një dominancë të italianëve, por nuk mungojnë as ata me nënshtetësi amerikane dhe kanadeze.